Miqtë mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë, do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme në këtë studio rikthehen temat, rikthehen edhe personazhet. Në fakt, personazhi i ri ditën e sotme do të jetë një 72 vjeçare, e cila vitet e fundit është përfolur si vjera më me emër për sa i përket marrëdhënies që ajo ka pasur me djalin dhe me nusën e djalit që tashmë ajo është e ndjer. Po bëhet pothuajse një vit nga largimi i 26 vjeçares Silva, vdekjen e së cilës e kemi treguar drejt për së drejti nëpërmjet rrëfimit të bashortit të saj, Ermal Metës, në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Megjithatë, nëse gjitha mediat kërkonin të fliste ajo, protagonistja kryesore, e cila u vu në qendër të vëmendjes jo vetëm për marrëdhënien që pati me Dbirin, por edhe me nusën e ndjer, ditën e sotme këmbët e saj kanë mbritur drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Portretin e kësaj zonje fisnike ju nuk mund ta shikoni dot, sepse ajo ka vendosur të jetë me kurriz dhe askush mos e shohë imazhin e saj. Megjithatë, prezenca e saj në këtë studio do të flasi shumë ditën e sotme, marrëdhënie me të dy djemt, por sidomos me djalin më të vogël, me Ermalin. Do të flasim për marrëdhënien e vështirë që ka pasur me këtë të fundit, i cili prej shumë kohësh jetoi në spitalin e Lushnjës së bashku me bashorten e tij të ndjer. Por vitin e kaluar, fundi i dhjetorit ishte i përbashkët, sepse ajo vendosi t'i hapi dyert e shtëpisë së saj, aty ku duheshin kohë më parë të strehojë Ermali dhe ndjera, por vetëm pas festave të fundvitit, e ndjera ndroi jetë. Mënyrën e së cilës e ka treguar babai i saj, por jo vetëm. Familja e së ndjerës, por dhe vetë Ermali ka qenë protagonist në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Por më shumë ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktoria e këtij emisioni Anela Akmataj dhe rikthehemi me zonjën Fatime, por dhe me Ermalin. Nuk mungojnë as specialistët tona. Ermal Meta dhe bashortja e tij e ndjer Silva kanë trokitur disa herë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, duke rrëfyer historinë e tyre dhe problemet e mëdha ekonomike, deri aty sa strehimi i tyre ishte bërë i pamundur dhe ata të dy jetonin ku i zinte nata. Ermali për këtë jetë që bënte fajsonte nënën e tij, se kjo e fundit nuk pranonte kurse si që nusja e saj të ishte Silva e ndjer. Ermali e kërkonte përballjen me nënën, edhe publikisht, për t'i treguar asaj dhe gjithë shqiptarëve se dashuria e tyre triumfon mbi gjithçka, por që nga data 3 janare vitit 2024, Ermali jeton me pikëllim pasi njeriu më i shtrenjtë, ajo që donte të kalonte jetën dhe për të cilën kishin thurur shumë ëndra, ndroi jetë krejt papritur gjatë natës në shtrat. Një lajm tronditës dhe njëkohësisht i pabesueshëm edhe për publikun. Babai i vajzës deklaroi asaj kohe në studio se nuk kishte qenë dakord që vajza e tij Silva të kishte një marrëdhënie me Ermalin, sepse ishte e sëmur dhe vuante nga epilepsia. Babai shtoi asaj kohe në studio se ai ishte i alkolizuar dhe se nuk i jepte parat për të blerë mjekimin. Sipas tij nuk ishte vërtet që vajza e tij ishte 2 muajshe shtatzën. Ditën e sotme në studio do të rrëfehet Ermali dhe nëna e tij zonja Fatime, e cila thyen heshtjen publikisht pas një lumi akuzash. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt. Për vdekjen e së ndjerës kemi folur gjatë, ka folur familja e saj nëpërmjet babait, por aty pranë ka qenë edhe nëna, ndërkohë që ne kemi pasur komunikime të drejt për drejta dhe me motrat e së ndjerës. Edhe një herë kësaj familjeje do t'i kërkojnë ndjes sepse do hapen plagë të tjera ditën e sotme, por vdekja e saj ka sjell edhe një të mirë. Një të mirë që me sa duket zanafillën e pati kur vetë Silva ishte gjallë. Vitin e kaluar në fund vit, zonja Fatime, 72 vjeçare, i hapi derën të birit, por edhe Silvës së ndjer. Me mua në studio, 72 vjeçaria do të rrëfej jetën e saj të vështirë, problematikat që ajo ka sot, si ka qenë ky vit në prani të Ermalit, që prej disa kohësh ka fjetur për gjithë qytetarët e Lushnjës që e njohin në ambientet e spitalit, dhe përpara se të ndronte jetë e ndjera, hapi dyert e shtëpisë në fundin e dhjetorit të vitit të kaluar, dhe ajo sot është me mua në studio për të folur për këtë çështje dhe jo vetëm. Zonja Fatime, përshëndetje, mirë se erdha. Mirë se ju gjeta. Shiko, Ermali prej shumë vitesh është bërë tashmë i njohur për publikun, dhe kur ai kërkonte ndihmën në të gjitha televizioneve, ne kemi folur telefonikisht edhe bashk. Ti ke qenë shumë e mërzitur në atë kohë. Si e kam përjetuar të më besoni.
e tërbëj rahati, hapiri, as puna zje, po vete 20 vjeç, e veshi me mbati me ushqim, edhe sot e kësaj dite që jam e smur nuk vete në pun, i kam gjetur pun shteti, ka braktisur, se një fem në lushin nga pozicioni punës, se braktis, e të gjitha o mësuajnë da cak rrugve, s'kisha që t'i bëja. E mirja, e ushqeja, prap tek mua vinte hante, prap tek mua lahesh, bashkë me të ndirën në ramet past, s'mu kishte faja jo, fajnë ma kishte vetëm djalim. Mirë, përveç Ermalit i ke dhe një djalë tjetër, është më i madhë se sa Ermali, a jeton në Tiranë dhe ju jeni edhe gjyshenjë nipi. Do rikthehem për jetën tënde shumë të vështirë, e disa keq më vjen që njerëzit nuk ta shohin portretin, jo më kotu në thash një zonjë fisnike. Se kam punuar 35 vite në Sportel Klushnjës, në post. Kam qenë telegrafiste të kodet e policisë, edhe më vjen turp që më injoroj Ermalin në për studiot. Nuk ishte ndonjë nënë që t'ishte do kudo. Edhe dukene. Mirë, zonja Fatime, ta përshëndeset Ermalin, Ermal përshëndetje mirë se erdhe. Çfarë keq që janë? Të prekën fjalët e nënës? Shumë. Pak nga pak po bëhet viti i largimit të Silvës nga kjo jetë, apo jo? Po. Më the pak para se ty në transmetim që se kam kaluar akoma dhimbjen. Është e vërtet. E vërtet. Megjithatë, njerëzit flasin që ti e bërë personazh tashmë në TikTok. Pse ky përdorimi i kësaj platforme, si mendon Ermal? Përdorimi i kësaj platforme është edhe për të kalu kohën, edhe më që kam dalë në për studio televizive. Edhe pra, u bëre nëpërmjet televizionit, u bëre personazh i njohur dhe mendon që ta mbash atë famën që ke fituar pavarësisht se ti ke treguar një histori të dhimbshme apo jo? Po. Unë të shikoj një Ermal ndryshe, nuk e di pse, ndoshta dora e nënës ka bërë mrekulli tek ty. Jetesa në spitalin e Lushnjës, për të thënë të vërtetën, ishte tamam jeta një endacaku, siç e përmendi mami. Tani të prekën fjalët e mamit, lotët e mamit. Çfarë të preku? Mami ka të drejtë në ato që thot? Ka të drejtë. Ka të drejtë. Por dashuria mbej mbyllja syt. Para dashurisë që ndije po ti bashkë me të ndirën mund të jetoje tek mami apo jo? Po thash. Gjë që se bëra. Se bëra. Mirë, përballë jush Sara Demrozi, avogatja jonë, përshëndetje Sara, mirë se erdhe. Do të flasim për një vajzë të re dhe paneli është me vajza të reja, Belinda Mustafa, psikologja jonë, përshëndetje, mirë se erdhe. E dhimbshme, një vajzë e cila ishte vetëm 26 vjeçe, ndroi jetë në janarin e vitit të kaluar dhe ndërkohë sapo ishin rikthyer në shtëpinë e Ermalit tek zonja Fatime, i hapi dyert pikërisht nga Krishtlindjet për vitin e ri, por ajo vetëm një javë jetoi në shtëpi, një vajzë e re që më duket në nëntor të këtij viti mbushi 27, pra ishte 26 vjeç. Ju kishit një diferencë të madhe moshe. Mirë, ne kemi folur për ju, por jam kurioze të di edhe nga këndvështrimi i dy vajzave të cilat janë pikërisht në moshën e sëndjerës, për të dëgjuar marrëdhëniet e tyre dhe si duhen marrëdhëniet jo vetëm në familje, jo vetëm në dashuri, por dhe si të ndërtosh marrëdhëniet edhe me familjarët e personit që dashuron. Por fillimisht dua të flas me zonjën Fatime. Si ndjesh zonja Fatime, duke ditur që je shumë e smur? Me këtë temën e Silvanës mos më hap, mos e mpikon shpirti. Me tension jam. E mbaja po kisha të ligun djalin tim. Po ne dy fjalë do t'i themi në këtë studio, sepse babai i Silvanës ka qenë ai që ka trokitur i pari në dyert e emisionit Me zemër të hapur, ka folur me zemër të hapur. Ndalojmë, shiko, ne do flasim për marrëdhëniet me Ermalin, por duke folur për Ermalin në mënyrë të drejt për drejt mund të flasim edhe për të ndjerën. Atëherë, çfarë problemesh keni pasur ju dhe Ermali? Asnjë problem, është peshuar në plumb të dorës. Mori këto, u kthye ndacak në punë zvente, la punën. Të gjitha pse e leore Ermalo? Po si ka qenë Ermali përpara kësaj njohje? Ma përshkruaj pak ti si nën. I mirë. I mirë. Në rregull. Jetonte me ty? Me mua. Po, punonte? Për punë, nuk. Po pse? Më mësua. Ja, ti dy fëmike, edhe vetë ke punuar gjithë jetën tënde, apo jo? Se do flasim pak edhe për shëndetin tënd. Është marrë me përkërdhelje se ky, kur kam lindur Ermalin, ka lindur i vdekur. Pa frym, pa gjë. E morën e groposën në kohën tonë, një lopat hapesh në mbrapa marteniteti dhe i fusin të përsa lindurit. E ditha, Baqevani, që i groposi, digjoj zë dhe po prapa i vajte e hoqi dhe e soli martenitet. Unë ishe në gjëndje kome në lindin e këtit, që atere ka i qenë prapsir, kam qenë në vdekje.
Gjitha e Edhe njërë morën. ta tregojmë se që ka moment shumë tronditës dhe nuk mund ta kalojmë dot kështu, sepse që këtu nisë edhe si e parashkruar jeta që Ermali bën sot. Pra, ti bëri një lindje shumë të vështirë. Të vështirë. Ke qenë në gjendje kome, mjekët e dinin Ermalin të vdekur. Jo, doli i mekur, si i thonë, i mekur, edhe morën direkt atëherë me i coplopat në kohën e Enverit, nuk i varosnin për sa lindurit. Në qast. Në qast. Në qast. Pastaj, personi që mirëmbajtjen e lulisheve, dëgjoj zërin e mori prap, e soj martenitet me që më treguan mjekët më vonë, sa ata merreshin me jetën time, nuk merreshin me këtë. Pastaj, jetë gjatë i zbëjetjes shkurtur, është peshuar Ermali nga gjitha drejtimet. Dhe se qumë është dalan dyshe, nuk i kemi gjetur. Po kur dole nga koma dhe ta treguan në këtë moment, se pasaj që një të mërshëm si moment? Nuk ma tregonin kështu se kisha tensionin. Më vonë, pasaj më treguan në familjarët e mi historikun. Babai i Ermalit në atë kohë sa mbështetje ka qenë për ty, por edhe për djalin? Po si ishte, ushtarak më tepër me shërbime, se kam qenë Elbasan me shërbim, u transferua mu nërda se se mu hapuna në profilin që kishtë në Lushnjë, qëndrova këtu, pasaj u transferua buri. Edhe qëndrova në Lushnjë derisa dolëm në pension. Dhe se për hir të fëmis. Pra, më tepër keni qenë ju që jeni kujdesur për djemt, por sidomos për Ermalin, mbas këtij momenti të tmerrshëm të lindjes së tij. I ka rritur motra ime edhe mama ime, atë motra teze që e shan kë. Se unë si shanë në gjendje nga tensioni, mua më binin fëmit. Më rinë të gjithë më tensioni. Kur e rimore veten? Mbas sa kohësh? Bas mjekimeve u hapu në rrugët e mërgimit, qytetarë lushnjarë më sillnin ilaçet nga jashtë, morën dhe analizat e Ermalit e dita, kanë ardhur me avion, kanë ikur me avion se mos pikse i gjaku e dita, se dhe nuk fliste Ermali. E vërtet. Nuk fliste antere, si erdi vonë, konstatuan mjekët grek dhe italian, solli një emigrant mjekun grek në Lushnjë, edhe e pa djalin, e pa shumë mirë, me njëherë pasaj ngriti këtë lakun që i thonë këtu të gjuhës, kërkoj një brisk në atë ko, që më tregojnë prindri se unë si shanë gjëndja, edhe ja pren këtë lakun. Më mirë të mos ja kishin prerë se tani e ka 7 pash lapën se doroj dot. Dhe më thënë, për te një jetet të dhimbshme, për te lodhve, ke momente që bën edhe shaka. Po, është shaka që i madhë, për zëmër që ka se ka njeri, po kur i hypo nuk e doroj dot. I themi, po në të keqe, mami e kam 2 muaj që jam pa mjekime. A do më të tregosh pak si ka qenë Ermali i vogël? I marë peshuar, tani goja me vone se di çdo gjë për këtë, për Ermalin çdo gjë. Pas ke bërë diferencime me djemve? Jo, s'kam bërë, se edhe atët më fali Zoti, po edhe aji si më i vogël që ishte 4 vjeç më i madh nga Ermali, rinte pas. Sa vite ke që e ke martuar djalin e madh? Djali i madh ka 7 vite. 7 vite, ndërkohë që është martuar dhe ka një djalë. Ka një djalë. Dhe ti e gjyshe e një nipi, apo jo? Do doja të dija, ai ka 7 vite i martuar, por dhe Ermali tentoi ta krijonte një familje, apo jo? Pse nuk ishe dakord në atë kohë? Kushta që si që dakord të më vajta vetë. Si pas fjalëve të babait të Silvës? Jo, digjo, ka bon dhe aji të jemi balë për balë dhe gjitha, e dje që kishte vetëm smundjen e tokës. Ma thanë komshit, i vajta dhe në shtëpi, e gjitha, po punë e madhe i thash, okej, se unë kam pat një vëlla me smundje toke. S'kishte një 5 minuta. Pra dieta menagjoje smundjen e tokës, epilepsin. 5 minuta gjë ishte epilepsia, s'ishte ndonjë gjë, problemi madhë. Punon të i të gjitha, po nuk dhja depresionin me. Ajo s'ishte për asë një gjë, e laja si fmi, edhe më ka goditur, edhe më ka bërë me shenja, më ka përplasur. Po Ermali si thot këto. Po ti ke shkuar në polici? Jo, mi që ne do vjen policion. Po pse të ka goditur? Çfarë ndodhte me të ndjerën? Jo, po ashtu, kishte të tjerë mas qaroj pastaj, murat motrën në Itali, ajo më tha e kam të sumur me epilepsi. Me epilepsi, thash unë e di se kam patur vëllain e madh, po ças mundje ka tjetër, i thash ajo hidhet në tamad edhe të godet, nuk e treguan. Dhe se kur kam vajtur që do merrte ky recet, që të ngele 7 zana, ajo më tha neurologu, ndjes pas se ka vdekur, Fatime tha, je dakord, tha që të bëj fëmijë, tha, si jo, i thash unë e dua djalin me fëmijë, po shtu këtu arsyeja, tha, ajo e rri lidhur në psikiatri, tha, duart edhe këmbët asaj, tha, si ka të dala, tha.
Me qartë. Unë të them jo, tha. Në momentin që Ermali e njohu, erdi me njëherë ta tregoj ty? Dhe ti shoqërove Ermalin pastaj në shtëpinë e saj për t'i kërkuar dorën? Pa, se la rakia Ermali që u bë kështu boz, fliste për qartë, zihesh me ata, me mua po e pa, ma me të pyes në shkallën, që kam hequr. Kur ja hape derën Ermalit edhe Sëndjerës për t'u larguar nga shtëpia? Hani, vini, merë të bukën ushqimin tek mua. Po se lia pa ngrënëse, i japin me kotheri, i japin botës, jo, e vlatit. Pra gjatë gjithë kohës që ai ka qëndruar në spitalin e Lushnjës për të fjetur, ti i ke ushqyer. I laja, i shpleja, vini la ishin tek mua. Shumë ashtëri me ka bërë Ermali Karshi, po me gjatë ja falë se nëna falë. Për gjitha të telendin që më ka bërë. Shiko, sa bukur dukeshit bashkë kur erdhët sot në televizion. Edhe kur i dëgjoj këto fjalë, më duken sikur janë të një realiteti tjetër, por kur ti flet, Ermali ul kokën, kur ti qan, ai qan me ty. Pra ti thua që daljet e Ermalit në për televizione kanë qenë thjesht mashtrime. Mashtrime dhe më shkatëruan. Shkatruan. Qaja natë dhe ditë. Po pse dolën nga shtëpia jote? Kur vendose ti që the stop, duke qenë se Ndjera për shkak edhe të smundjes mund të ketë goditur? Rakia, më i ti, Elvis, nga rakia, se kontrolon të vete. Pra, ti përzur Ermalin, jo të Ndjerën. Po jo, më që më kisha me atë. Pra, ky i alkoholizuar. Vinte bamba, vinte derës, për plase i gjërat, po nuk e doroja do të mi ti. Se s'kisha zburin në shpita për baloja. Shte i vdekur. E vetë me ishja. Rakinë, kur pje ka shumë të dhundë shumë. Konsumon këtë vit që është pa të Ndjerën? Pra, Raki më nëziu jetën. Nuk e doroj do të më. Mirë. Duhet të qetësohemi, ja? Edhe shqetësimi të këti kam bërë tani që nuk doroj do të këdimin e kohës. Do qetësohemi pak për shkak edhe të peshës së madhe dhe problemit të madh shëndetësor që po kalon. Unë falenderoj që je në këtë studio, je e lirë, ta ndërpresësh komunikimin me mua dhe të dalësh, sepse edhe stafi të mirëpret, të mos jesh në këtë studio, të të shoqëroj dhe t'japi çdo nevojë të mundshme që ti ke. E ndërpresim vetëm pak. Ermal. Janë fjalët e një nënë shumë të dhimbshme apo jo? Të kuptoj. Tani, si shtot e i edhe më quna më pijet një birë, një kort. Nuk Një birë nuk sjell dëm, Ermal. E kam dhafe edhe një kort. Ose në qoftë se nuk ta përballon do trupi. Jo, unë e përballoj, po unë ka dhafe të shtëpia. Po? Se unë ku shikoja këta të ty se si eshin, është më duke pa kuptim edhe unë të si theti. Ti e dije, ja, një sekundë zonja Fatima, ti e dije që Ndjera kishte përveç epilepsis, kishte edhe problemet të shëndetit mendor? Mus ma ka thënë njëri për shëndeti mendor. Asa jo vetë? Jo, mus ma ka thënë njëri. Po ti e shikoje që Ndjera e torturon të mamin, e rrinte, ishte agresive, ke qenë vetë prezent aty? Ku kam qenë, se kam pa agresive, vetëm ku kam talë për kafe, se ti që ndodhë të shtëpia pësaj. Vesh kuntilja për kafe. Në, nuk e shije me shenja, sa jo thot kam pas shenja në të. Ka qenë dhe ky prezent. Ka qenë dhe ky prezent. Ka qenë në një rast prezent. Në një rast. Digjoj kom shia klif Për të patë e këshu të vogla, i kupton. Po që i qëllonte? Jo, se kam pa. Shiko, ajo është Ndjerë tashmë. Çdo gjë ka kaluar. Unë po të shikoj që e qëllonte... Ti, të lutem, Ermal, je një vit pa të Ndjerën. Po. Prap mami ka ato ankesat e veta përsa i përket ndoshta teprimit që ti bën me pijet. Dhe thash edhe njerë, ti ke filluar të dalësh shumë edhe në TikTok. Është e drejta jote të dalësh, por është një platform që për mendimin tim të paktën djemtë si ty, ose familjet shumë serioze, ose edhe e dalura në TikTok të ketë ato kufizime dhe jo çfarë bëhet në TikTok është një skandal i vërtet. Do doja të ndalesha këtu. Ti aprovon her pas here çdo fjalë të mamit. Kur mami loton edhe ti loton. Pse i bën këto veprime? Pse i bëj këto veprime? Pra, pse nuk punon? Se kam qetu akoma punë stabël. Çfarë pune do të pëlqente të bëje ti, Ermal? Po, unë kam punu në fasoneri. Fasoneri? Po, fasoneri. Kërkon të shkosh prap atje? Po, shkoj prap atje, kam le numrin e telefonit, s'kam ma telefon. Vetëm thoj le numrin e telefonit. Mos të prish punë TikTok-u, ose mos të prish punë daljet në media që ke bërë, ose lushnja aq është dhe njerëzit të njohin, të shikojnë në një gjendje që ti nuk e përballon dot me alkoolin. Ti gjen ngushëllim ke alkoolit? Jo, unë s'pi për ditë alkool. Po, në ditët që pi, Ermal? Po. S'ka ditë. Në ditët që pi? S'ka ditë.
Po e pim ka një, me rase, një javë. Nuk mund ta eliminosh dot? Eliminoj, së vend tot ajo para, unë e vej alkoholin para. Okej, sepse duhet ta ndërpresim pak bisedën, shikoj që mami nuk është mirë në këto momente. Ti ka të bukra, po nuk vepron ashtu si thot. Më ka shkatërruar jetë. Tensionin nga ju e ka më tepër tani për natë në urgjencë vete. Në punë nuk qëndron. Pre të ushqet nga mua, me një pension, nuk më del, më besoni. E qartë. Edhe Dalojmë pak të Zënja Fatime, se shikoj që je shumë, nuk duhet Nuk ka problem, kur jam me shqetësim them vetëm. Bollë. Mirë, bëjmë një pushim të shkurtër, kemi nevojë të gjithë në këtë studio, momenti i publicitetit parë dhe rikthehemi në pjesën e 2 dhe 3. Mbas hapësirës së parë publicitare jemi drejt për së drejti në pjesën e 2. Zonja Fatime, ndjehesh mirë për momentin? Ta vazhdojmë rrëfimin tënd? Po diskutonim gjatë hapësirës së parë publicitare që ditët që Ermali është mirë, thua me vete çfarë? Gëzohet shpirti. A mund të flasim për një muaj të Ermalit, brenda një muaji, sa ditë është mirë ose sa ditë nuk është mirë Ermali? Sa herë që pi raki nuk është mirë. Po kur e pin këtë raki? Sa i thot pi birë? Lese që thot për ditë është 1 euro. Po kush ja jep? Nuk e di. Ku i gjen parat? Nuk e di. Kush ja jep alkolin? Nuk e di. Po ti si në, nuk Si dhe e pys. Ti vetë, nuk e di me reputacionin që ti ke në qytetin e Lushnjës. Jo, po edhe japin të të njojnë, u bë alkohol, sëri do të pa alkohol. I them hiqe. Alkolin e ka pasur për para se ndjera të ndronë të jetë, apo jo? Po. Okej. Që mund të mos ja lëm këti viti të vështirë për Ermalin. Jo, se më mallkon Zoti. Okej. Të falenderoj për sinceritetin. Ermal, mami thot pothuaj se pi çdo ditë dhe konsumon raki, dhe jo pirë si ti the. Ku i gjen parat, kush ta afron alkolin? Dhe pse duhet ta bësh këtë lloj jete? Shoqëri kam Lushnjë. Po unë e di që ke shoqëri, po Edhe me shoqëria respektoj. nuk mund të qerasin për ditë. Jo, të kuptoj. Kam shoqëri edhe me respektoj. Po pse duhet ta pish alkolin? Pi shumë alkool, Evis. Nuk pi shumë. E pi edhe kamarasi, ka Silvana. Të lutem. Ti alkolin e ke konsumuar, jo më kotu në pyeta mamin, për para se ndjera të ndronë të jetë. Pra, për shkak të alkolit, mami të ka nxirr ty nga shtëpia. Dhe ndjera ka ardhur pas teje. Dakord? Prandaj ke fjetur atë kohë rrugëve. Dakord? Dhe bëje thirrje dhe fliste kundra mamit. Ajo po tregon me zemër të hapur çfarë ka ndodhur. Pra, ajo nuk ka pasur asgjë me nusën tënde. Dakord? E ka pasur me ty. Tani, duke qenë se ti po kalon një vit të vështirë, pa prezencën e saj, sepse ajo ka ndruar jetë, por edhe mami është në momente shumë të vështira. Ti për shkak të mamit ka ardhur sot në këtë studio dhe i ke shoqëruar mamin. Madje ti që më ke telefonuar, mami ka nevojë për ndihmë, mami ka nevojë për ndihmë. Është kështu? Po ndihma më e madhe nuk e kupton Ermal që je ti? Pra, ti nuk duhet të konsumosh më alkol, ose nëse nuk ke dorë nga alkoli, kërkoj një ndihmë më të specializuar. Shko tek mjeku dhe ka metoda të ndryshme që ti ta lësh alkolin. Çfarë do më thuash, Ermal? Që themë, Sonja Evis? Mua jo, po mami ti, kemi një premtim, do ta mendojmë deri në fund. Jam regju me premtimet e këtit, nuk kemi. Ka shumë premtime ke bërë? Nuk kemi bërë. Po, ta shpresojmë njerë se është premtim publik? Kur bie zilja e derës jashme, sa dëgjoj zërin e këtit, me njerë se kur më rrotullojt zëmbra kështu se i di si do më futet brenda shtëpi. Më beson, po të them si bi. Pse duhet të flisja kipër të këtu të vija për mirë, për djalin të lavdoroja, që më mban, më respekton, për gjithë shka. Ndërkohë që ai duhet kujdeset për ty, kujdesesh ti për Ermalin. Po. Çfarë mendimi ka djali tjetër për Ermalin? Qa të bëjt ai? Si kanë marrëdhëniet bashkë dy vëllezërit? Është ky i egër shumë. S'do ta shikoj me sy, kur e kritikon. Po me Nipin nuk i thyet zemra për Nipin? Si? Për Nipin nuk i thyet zemra? Ermalit, përballë Nipit. Nuk e ka zemrën e ullët pak? E ka të ullët, po. Për moment. E mërë për para rakia. Shiko, po të regon një jetë shumë të vështirë që ke bërë, që nga lindja Ermalit, që nga trondite pikërisht në atë moment. Ditë bardha nuk kam parë, nga lindja Ermalit e këte. Më para kam qënë si mua s'ka njëri.
Se bure grua në punë të mirë, me roga, me gjitha. Edhe gjitha të investimin e jetës tonë, të kjo e kemi hargjuar, se nuk fliste, nuk heste, të gjitha, si me shpërbleu. Dhe e ke bërë gjithë të djalë që është sot. Edhe i ati prandaj u paralizua kur e pa që fliste fjalorin të rjedhë shumë e të gjitha, era paraliza nga gëzimi. E kuptoj. Shumë vite, edhe pa prezencën e bashkëshortit, të zhdashur të kujdesesh për Ermalin, Ermali gjithmonë me probleme që nga momenti i parë i lindjes, deri në këtë moment që avash po bën një 40 vjeçar, se është 39 vjeç. Apo jo. Mirë, të ndalojmë pak edhe të flasim për ty? Po, si. Prandaj kam ardhur. Të gjitha këto shqetësime kanë sjellë një sër problematikash dhe një sër smundjesh ke ty. Si është gjendja jote sot? Më flit pak për veten tënde. Më flit pak për Faton, si të thret Ermali ty. Mami, po kur i tek e thot Fato, mami të roket. Fato, thot. Fati me Fato. Kur është mirë që spira ki, si kjo e s'ka. Më thot, mami, bjerë të bëj pazarin, të marrë bukën, më mbush ujin, të gjitha, të mamë si normal. E ditha, sa the me veten ti me si në mashallah, them, ta pushty djalin. Sa ditë janë kështu? Janë të rralla këto ditët, apo janë të shpeshta? Doli nga praku i derës, fillon aktivitetin, më nëzijet jeta. Si është gjendja jote shëndetësore që flasim, na flit pak për smundjet e tua? U bëra me tension të lartë, që nga i. Sa vite ke që vuan me tension? Me tension e sa vjeç, 38 që është. Që nga momenti i lindjes, që re në koma? Momenti i lindjes e të gjitha, po u stabilizova, kisha qetësim familjare, e dita u riktheva prapë si në gjendjen e më parshme nga tensionive se nga stresi. Sa koke që je rikthyer? Që kur ka filluar Ermali, kështu. Ke disa vite, a? Po. Ke shkuar tek mjeku, çfarë thon mjekët? Ke stresore, më thonë. Më thonë, stresi i Ermalit? Unë 3 ditë jam në urgjencë me tension 22-23, shikoni kartelat. Coptojmë nga ilaçet. Kur vi në shtëpi, shikoj këtë në sy se mos bën sherr. Është ilaç i ka bua, ama se të ka dhënë tjetër për tjetër, prandaj je me tension. Jo, po kam, ato ja do flasim aty për ato ilaçet. Se thot Ermali që ke marrë mjekim të gabuar, është e vërtet kjo gjë? Po, pra të kam ardhur sot, s'kam ardhur për Ermalin. Më pa nuse që isha me tension e gjitha, 3 muaj djali që e futi në familje, gjithë, dhe ndër brënda djali, e gjitha pa ilagjet më e pëse gjithmonë me këto mami ilagjet i tha, hajde në Tirana, te Poliklinika 9, se mbrapa e ka shpinë Poliklinikës 9, kemi mjekët mirë. Dakor, ti thashëm. Më qoj atje më dha ilagjet ajo e të gjitha, ilagjet që kisha të lushnjës, mi hodhëm. Sa vite i kishe ilagjet e lushnjës? Sa vite kishe që i përdorja? Ilagjet e tension që kur kam lindur këtë, kam thënë. Jo, atë kur? Ato medikamente? Kisha 2-3 muaj me ato. 2-3 muaj? 2-3 muaj. Dhe ishte propozimi djalit të madh që ti të shkoje tek mjekën Tiranë? Jo, djali madh nuk dinte gjë, ishte në Itali, Nusja kështu. Nusja. Erdhi më solli ilagjet nga ato, po, kur u bëra ki që vajta në urgjencë mbas 3 ditëve, shikojnë që ne gjithë ky tension. Pra, ndryshimi i medikamenteve, pra të hodhi poshtë të lushnjës dhe të dha një mjekim të ri. Kur nxora atë, në fletu dhuse që adash mjeku të vën 2 duart në kokë ata. Unë shikoja 2 duart e tyre, po nuk reagoja se e kisha kokën si në furr. E të gjitha. Pastaj nuk folo këta. Vete unë në Tiranë. I them nëse çfarë ilaçi janë këto që më sollët ti? Ka gjetur mami, tha një shoqë, tha, që ishte Poliklinika 9, tha, është mjek e mirë dhe mi hodhi të profesor Qirkos mua ajo atë ditë. Më dha këto, i piva unë ato, i kam aty nxirrni aty. Po, jo, janë, edhe i kanë parë edhe vajza. Edhe mjekimet e dita, ato më bën më keq mua. Më bën më keq mua ato. Vjen djali në Korrik nga Italia, me pushime. Edhe i thënë këto t'i bëjmë, tha një vizit mami, se ka mami në smurën, tha mami, tha, është më e fort në ty, tha që je vajzë e saj, tha djali. Ta bëjmë një kontrol, tha. Se duhet ishe marrë nën e bi këto të dyja. Më quan ati, i bëm të gjithë, argjoj, djali kotë lekët të Spitali Amerikan 3. Në atë komë ngritë qikë tensioni mua, edhe doktori zëmrës, për mua s'ke gjitha janë në regull, tha, okej, vazhdo mjekimet e profesor Qirkos, tha. Me qënë se tha, kënë qikë tension të larta, më gjiti larta atje, më dha që të më bënd të mjekimi. Në kohën që do vinte ky mjeku i zëmrës, pa një doktoresh aty, nuk e dija kush ishte,
Ajo, unë i djej fermira, pastruse, mirë këtë ilagjin për e në gojë, më tha moja, pjeta. Edhe nusja tjetër ditën të rorën, nusja me celular, me mesajet e gjitha. Rash pandinja, nuk qëndruja do të në këmë si fëmija i përsa lindur që bia, ashtu bia. Në atë ko vjen mjeku që të më merti, se mos ishe qetsua, nuk u qetsua, më kanë ngritur pesh që të bëja të bicikletën, unë bia. Reagimin e mjekut, kuptova diçka që nuk shkonte në trupin tim që më bëri nusja. Nga të ilaq, mësolli ilaq edhe mbleu se si ke ato, se mësolli një kuti për 7 ditë e javës. I kemi parë të gjitha medikamentet, por nuk na duheshin në edhe kutit që mos haroja, dhe çdo mëngjes më mirë në telefon, mami pije tani. Ja do të pi, i ke për 7 ditë e javës, që mos harrohet pja ndojnë gjë edhe duke që në të kur s'pje që ta pje. A ishte ilagjë shkallimit të mbyllesha në psikiatrik më i bi. Quhet Zoloft. Ishte zoti i madh që më solli në jetë, nuk më shkalloj. Zonja Fatime, tani, të gjitha këto akuzat janë për mjekim të gabuar të mjekve, apo? Jo, më solli nusja në shpe, dhe për të ardhur Tani pa akuzon nusën këto? Po, nusën e temën, se ato më quan. Po i di djali madhë këto? Po i di dhe djali, po nuk e dinte se qa ilagjë ishin këta kur u bëra keq atëherë. Po si ka reaguar djali ndaj kësaj që ti po thua, po më shokon? Po, djali shdo ndër brënda, ndi jam qaj jepe qaj bëna. Djali më shpërja. Ajo s'ponon, s'bën, e sekrati këtit janë. Pra djali emigrant në Itali dhe ajo jeton me t'jomon? Jo, erdi djali e hoqën nga Italia, shma mirë këtu i thane, e kishe mërë e bukur, atje me fisin e... A mësoj djali, se tani është akuz shumë e rëndë? E mësoj djali, me serit qikon kështë si shaktisur. Jam në halë të madhë, më beso. Fletë shpirti një nëndë. Tani si i ke marrëdhënien me nusën e madhe? Nuk i vete, nuk i flasë. I ke thënë se qëfar ka bërë me ty? Ja, thash nuk vinë nga Afrika, nuk vinë nga Afrika fare. Janë dhe recetat e të gjitha. A kanë folur mjekët për këto medikamente që po, vajta të ky i zëmbrës. Po, qëfar të tha? Fatime më tha mua, këtu thanë spitale Amerikanta, edhe vajzë 15 vjeç që të ishje tha, do kishje tha një diagnoz tha. Për moshën që ke tha, je okej tha. Ka vajtu të profesor Qirko pastaj. Edhe i tregova këto. Më vizetoj edhe jam me tensionit. Më pa, nuk i tregova rasin që më kishtë ndodhur, më pa Fatime nuk e ndoj një gjotha. Ta një tha elbeteta do ta kesh tensioni. Kur tregove ata, muri 2 duar në kokë. Po të veproj si që bëri doktori, po të them 2 duar në kokë. Pa dhe emrin se kujti ishte Azana Kokomani, tha, që ke bërë pacientës në ratë parta, edhe vetës i tha. Mirë, të mos përmendim emra të cilët nuk na i kishe treguar më parë dhe mua më duhet... Për këtë erdha, nuk erdha për të Ermalit. Digjo, ti Ermalin e ke në studio. Nuk mund të bëj dhe të anashkaloj zonja Fatime më mirë kupto, sepse ti për herë të parë, mbas vdekjes së Ndjerës, je në një studio televizive. Ti ke ardhur për këtë gjë, por unë duhet të pyesja edhe në raport me të Ndjerën, se emri jotë është përmendur shumë në këtë studio. Prandaj më duhet të merja momentin e parë. Por, ke pasur probleme me të Ndjerën, por po më tregon dhe po më shokon një kohësisht për marrëdhënien që ke me nusën e madhe. Tani, po të pyes edhe një herë, ajo është kujdesur si nën dhe është një gabim fatal i mjekëve me cilët ajo të rekomandoi dhe ti shkove në mirëbesimin e saj, apo është se nuk po arrit kuptoj? Në radhë të parë, te ambulanca numër 9 më quan, sikur ishin ilaçet e tensionit me dhanë. I piva të si ishin ilaçet e tensionit. Pa ata nuk ishin, tani, këtu është faji nusës apo është faji mjekut? Ti ndajmë këto gjëra, se ndoshta ajo është nisur për të mirë. Jo, me atë kishin bërë plan, kemi biseduar, më thanë me mjekën e lajës. Pra ti ke zbuluar planin e nusës edhe të mjekës? Ka fleta të gjitha, po. Janë gjitha flasin vetë dokumentat. Edhe i kam bajtur ato mostra kur u bëra keq, që më dhanë Zoloftin që të mbyllesha në psikiatri. Kam bajtur të doktor Qirko, ashtu si qiqa, herë më vinte mandja, herë s'më vinte, edhe më tha Fatime, tha, është një mjek këtu, tha, që është me qiratat e studio ime, tha, do të marim në telefon, tha, që të t'japi mjekime kundra mjekimeve, tha, që t'ka dhënë zëna e doktoresha. Doktoresha, tha. Qëfar bëri, a i dha më keq, sa piva ato, tha, kam dalë me klithma,
kanë zbritur shkallët që kam rënë edhe në obor të palatit, kam bërtitu se kur më qa kafke kokës komplet, më kanë marrë, nuk e di kush mori, më ka quar në spitalet gjitha, me vete kisha ilagjet e dë gjitha. Po tani si e, mund të të pyes sepse menduan mjekët të t'japin një kundër mjekim për intoksikimin, ndoshta që ke ishe pasur me mjekim që ty nuk të takonte. Dhe ti thua që është një reng i nusës në bashkëpunim me mjekin, gjë që nuk mund ta besoj dot. Nusja me ato fliste, sa herë me ato takojsh, e jo me saj dhe ajo, unë si që për ato, qëne? Mendon ti, apo i ke të faktuar, se është akuzë shumë e rëndë? Të faktuar, pra se është ilagji që, këtë digjon, me këtë ilagji do mbarohesh. Edhe më tha motra mua, me që se të mbaron motor, ta se ajo jeton në Itali, unë do iki, të të ndimoj për mjekimi, tha, të ti marrë, tha, ti kesh, tha, plus, tha. Kur vajtit që të në farmaci, që ne ti me këtë ilaq, tha, po ka motrë me tension, tha, në ratë parë, tha, kjo ilaq, tha, nuk del, tha, nga psikiatriku, tha, se është ndaluar, tha, janë për të sumurët të rënd, tha, në prak të vdekjes. Në qas motra mua më merë në telefon nga Tirana, më thot, tha, ti me tha, se pia të ilaqit, tha, se do vitë të sqaroj, tha. Sot si e, mund të të pyes? Sot jam këtu që më ngrihet tensioni, kam këtë shqetësim, më ngrihet në maksimum, kam dhimbje në kokë shumë. A je drejtuar prokurorisë në lidhje me këtë gjë? Ke bërë denoncim polici? Nuk më kanë lënë shteg. Kudo që kam shkelur këmbë për të gjetur drejtësi, jo. Nusës ja ke thënë troç? Troç, edhe ato e di. Edhe djalit? Po, edhe djali ngeli kështu. Me mami tha, po në t'i bëra të gjitha tjeta dole mirë, tha. Në vizis i lagjeve është e kutia, më që mos të harroja, më mirë të edhe në mëngjes. E pive, kjo kur erdi harroj recetat, mbi koma. Unë ngritë buri i paralizuar, se nësë ngrisha dot, i mori me shkopa, i kur pa që po qante aji. Kuptoj. Buri. Sot si është marrëdhënia me djalin? Me djalin ka mirën. Djalin më paguan faturat e ditha të se dua për që. Qa kishte me mua që të më vdiste? Ku ishte arsyeja? I thoshja vajzë, jo nëse se s'kisha vajzë. E peshova në gjitha drejtimet që në takon edhe plus. Mirë, dua të flas pak për këtë shqetësim me Ermalin. Ermal, ne kemi folur bashkë në lidhje me historinë e mamit. Është një histori që të shokon në fakt. Nuk e di, ti me kunatën si ke marrëdhëniet? Jo, se kam mirë. E ke pyetur në lidhje me këtë çështje? Dhe si shpjegohet ajo? Jo, nuk e kam. Se mua më duket më tepër interesim për vjerën, si nën. Ajo kishe i natë vete për këte kapim që ka pe. E ku i vajta të shtëpia të vllai. Ndoshta është një gabim pa dashje në saj? Jo, është me dashje. Po pse të ngulni që me dashje? Shiko, ajo, si e tha dhe mami, ajo arroj një recet ati të shtëpia. Ngritë papi e moj, ajo edhi tek, sa s'priti shka edhi tek me nerva të shtëpia, e po kërkon të recetën. Edhe më pyste mu e malë, mos ka marrë që recet, nuk e ti i thashun. Pra ju i fshehët këtë recet dhe ndryshimi i humorit të saj ju bërit kuptonte që kjo ishte bërenka. Që ato dit nuk u qasë më në shtëpi. Sepse qëllimi asaj... Sa vite ka? Një, ka 7 vjetë. 7 vite? 7 vjetë nuk qasë më në shtëpi. Qëllimi asaj ishte vete për t'i shka që të pënte këte. Që edhe si e ka për në nënsime, e ka qute spitali psikiatrik, të më thënë i ka dhe ilaqit psikiatrik edhe i kanë zje në sistem në nëntim. Edhe mu që i thashur, se kush më ka futë mu sistem, si ku kam qenë një shtur të spitali psikiatrik në Tiranë. Mu s'kam qenë asë një i shtur, mu s'ma tot patente, aty e spëllova të mjeka familjes, që kam talë sistem. Po pse këtu akuzoni përsëri kunatën tuaj edhe... Po, shka që të marrë shtëpi, më bën dhe djalin ajo, burin e saj. Kjo është arsyeja, jam hedhur në sistem si e shkalluar, u hodhe Ermali kjo zbulojt për patente që do merte. Unë për këtë kam ardhur Ervis më shumë. E di, a mund të më thoni që pas këti skenari, në qoftë të se është e vërtet që për mendimin tim është e pabesueshme, por ndoshta ka një prapavi që futja në sistem, fillimisht e jotja dhe më pas e Ermalit, ka një prapavi tjetër. Çfarë mendoni ju se mund të ketë? Banesa e tëra. Mua në psikiatri, pse mund të arri njeriu vetëm për një banesë, sa metra katror është ajo banesë? 60 metra katror. Për 60 metra katror të bëj gjithë të gjëra? Se motive s'ka se shpeshuar. Në shpeshuar. S'kishtë ndonjë, se mos ndonjë me mua. Ndonjë me mua, direkt të shpje vetë. Ka dhe një person shumë të afër që punon të tërëria e policisë Tiranë, që është i mëllaj. Po? Edhe ku vajta, që edhe një tjerë të meja vaj se kisha nkell rukës, që isha me mami, nuk kisha nkell rukës, edhe vajta të komisariati numër taj, se nuk po tia numin e vaj.
E i thash unë emrin e një personi që punon të tetoria policisë, e ka Paçanak vllaj. Edhe moj atë ja dha numrin e vllajt. Policia e komisaria aty numrin te moj vllajin, edhe i vllaj me makinë, se më solli lushje. Të nesme pastaj, të vetë me patentet ta inovoja, më tha mike familje nuk e me tot, të kalosh në të psikiatria. Që ne unë të kaloj të psikiatria? I e sisteme marrë tha, ke një vit, unë sistem një vit. Si ka mund t'i thëshu? Të një kush e ka për ma jep emrin e doktorit, shkoj të takoj. Se unë s'kam si t'i shkoj të psikiatriku, t'i thebë kush më ka vënë sistem. Po nuk pata emrin e doktorit aty. Qartë. Është një, edhe mu më duket e papësueshme, unë sistem aty nuk e di. Mami thot prapavia është banesa. Mendon që është prapavia banesa, pra... Ajo se gjë tjetër s'ka, me burin nuk i Po ndohia. çfarë do përfitoj që ju futeni në sistem, që vuani nga shëndeti mendor? Në mbyll të nesër pas nesër psikiatri, më vën dhe djali se më zhbërja dhe djali, është bërra i si shaktisur se të edhe i prishe kaq. shtëpia. Pra shtëpia ku jeton do t'i prishe? Po, do i prishe. Dhe intereson shtëpia në Lushnjë? Po, Lushnjë. e shet këto edhe. Pse, mund të shkoj njeriu deri këtu, është një pyetje që... Po, ja, janë faktet, me bi, janë faktet. Okej. Mos gjë i kanë faktet në dorë, analizat në rregull gjithë. Më thotë qirko ndiqe. Me drejtësinë s'po e ndjek dot se me janë mbyllur rrugët. Nga Baxhanaku djalit që punon te krimet. Kam vajtur kudo në përmjeda më zëlla. Ja të shikojmë, do me thënë, thirrjen e drejt për drejt që do bëjmë nga studio emisionit me zemër të hapur, në qoftë se ajo ka pikërisht familjar që punojnë në policinë e shtetit, shumë pranë zyrave të televizionit News 24, është edhe AMP-ja ku menjëherë pas transmetimit të këtij emisioni, ju do shkoni për denoncuar pikërisht familjarin i cili punon në polici dhe mbyll pikërisht këtë çështje dhe rrugët që ju kërkoni të denonconi rastin, sepse në qoftë se është e vërtet, gjithçka është shumë e rëndë. Ndjekim hapësirën e dytë publicitare dhe rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit të emisionit. Mbas hapësirës së dytë publicitare, jemi në pjesën e tretë dhe të fundit. Ka mbaruar rrëfimin i zonjës Fatime, një rrëfim shokues, tronditës. Ju thoni prapavia është pikërisht banesa 60 metra katror në qytetin e Lushnjës. Para 7 vjetësh ka ndodhur kjo histori. Jemi pak vonë në kohë për të kërkuar të drejtën. S'kam lënë gure kusur, nuk më hapni dyert. Pra, ke shkuar në polici? Në të gjithë. Në Tiranë, në Lushnjë, ku ke vajtur? Shpun kisha me Lushnjë në Tiranë. Erdhe në Tiranë. Në për doktorët, në për këto, doktorët më tanë, ndiqë se vetë i tregova këto qa janë këto i thësh recetat, kur i pa mundu i duart në kokë mjekët. Qartë. Edhe futja në sistem pikërisht dhe ju të dyve, që vuani nga shëndeti mendor, ju thoni që prapavia mund të jetë banesa. I keni thënë drejt për së drejti zonjës në fjalë? As flet ma me mua, jo, as nuk vjen. As nuk del, djali vjen. Ajo e ka kuptuar që ti ke shkuar në polici e ke denoncuar? Po, si jo. Ke pas përballje çfarë thot, pranon, s'pranon? Asnjë pranon? gjë, hiç, asgjë. Për me policinë janë mbyllë buri motrës, asaj se punon ai. Iku buri motrës, tjetër? Me këto, me mediat nuk kam qarë se më mbyllën shtigjet. Jo, me mua nuk e folur. Ke folur duke kërcënuar për Ermalin? Shiko, zonja Fatime, bashkë kemi folur. Kam qenë e para që të kam kontaktuar. Dhe the, kur Ermali ishte në një tjetër media, ka qenë 4 vite për para. Në qoftë se ju e nxirrni, do kesh probleme me mua. Të paktën ky ka qenë komunikimi jot me mua. Ndërkohë që unë nuk e kisha Ermalin në studio. Dikush tjetër, një media kombëtare, e kishte Ermalin në studio. Dhe Ermali e di shumë mirë që unë dhe të ndjerën, për shkak të investigimeve që kam bërë, nuk doja show me Ermalin, nuk e kam qasur Ermalin, por kërkoja zërin tënd në këtë studio. Dhe ti the, për shkak të medias tjetër, jo për mua. Ajo është një media kombëtare, le të marri përgjegjësinë përsipër për shohun që Ermali dhe Ndjera ka bërë. Por ju më thatë në telefon që po e nxorët Ermalin, me mua do ta kish punën keq. Tani unë të kam përballë dhe do t'i them ca të vërteta. Kjo telefonat është e regjistruar dhe mund të edhe ta dëgjosh, edhe mund të edhe ta transmetoj. Ermalit koka e bëri, koka e pesoj. Dakor. Unë kam ardhur Por për shëndetin tim. ti numrin tim të telefonit e kishe siç e ke edhe sot. Je vonë pas 7 viteve. Se kam numrin e telefonit. Po kemi folur bashkë. Po kemi folur, po s'dija tani po i mësoj celularin. Okej, mirë, s'ka problem. Nuk ka problem. Mund të më kishe telefonuar, por... Nuk dija, për atë zot.
Nuk ka problem, zonja Fatime, por thuaj që media nuk më ka qasur. Nuk besoj që për shohun që bëri Ermali dhe Ndjera, media ta pranonin Ermalin, dhe ti të paraqiteshe si zonja Fatime, të kish një problem kaq të madh me nusen e djalit madh dhe mediat mos të qasnin. Është e pavërtet kjo gjë. Nuk kam vaj, nuk më besoni. Jo, ti pas ke vajtur... Në të gjitha. Okej, pas ke vajtur të lutem, pa përmendur emra. Se nuk na interesojnë se kush janë mediat që nuk të kanë qasur. Unë di si të kam qasur ty sot. Por, me një ndryshim, që unë me njërë mbas transmetimit të këtij emisioni, do bëj tentativa edhe gjatë këtij momenti të lidhe me Nusën, sepse edhe zëri saj duhet dëgjuar, duhet ballafaquar me ju, po dëgjoj vetëm një rëmpal dhe unë nuk kam zakon të dëgjoj vetëm një rëmpal. Ju keni sjellur prova të mjaftueshme, edhe pse nuk janë të gjitha sipas dy zonjave të nderuara, le t'i dëgjojmë zonjat në fund të këtij emisioni, se me sa duket zonja Fatime do kemi shumë emisione për këtë çështje, se është një çështje shumë e rëndë dhe shumë delikate nëse ka ndodhur. Prandaj kam ardhur këtu për këtë çështje të më dalë e vërteta, se vetë shpirti im e di që sapo vuaj nga koka një. Dhe prova kryesore është ajo Zana Kokomani që e harroj. Të lutem, Mjekja, më falë. Emrin e zonjës të mos e përmendim. Në qoftë se ti do të na i kishe thënë paraprakisht, ne këtë zonjë do ta telefononim, të lutem. Më krijon probleme për sa i përket përmendjes së emrave. Jo sepse kemi frikë, por sepse duhet që zëri i tyre të dëgjojë në këtë studio. Pra, unë kam të drejtën time, ti lajmëroj këtë zonja, si Nusën e djalit, si këtë zonjë që ti përmend me emër, ti telefonoja, ti merja se arrime, në qoftë se donin ta jepnin, në qoftë se donin edhe e refuzonin. Kështu që të mos vazhdojmë më duke përmendur emra. Se Nusës së djalit nuk ja kemi përmendur emrin, ndërkohë një mjeke e cila mund të jetë e nderuar dhe mund të mos ketë fare faj në rastin tënd, po i përmendim emrin. Atëherë, të tregojmë transparent në gjithë të çështje. Më duhet kaloj fillimisht tek Belinda. Rast shumë të rënditës. Shikoja her pas here me bishtin në syrit, mundohem të kap çdo element në këtë studio, mos më shpëtoj asgjë, të kem komunikim me të gjitha shqisat e mia edhe me të gjithë personat që punojnë, që kishte reagim midis jush. Kur zonja fliste, pse Belinda? Sepse... Çfarë të bëri përshtypje se tregoj në pjesën e parë historinë me Ermalin, në pjesën e dytë historinë me djalin tjetër? Historinë e zotit Ermal gja e dim edhe e njohim tashmë, por historia e re ishte gjatë rënditse dhe... Dhe ka qenë më përpara se sa historia publike e Ermalit dhe së është bërë tepër vonë publike, me sa po kuptoja, dhe duhet ishin marrë masat më përpara, por e gjithë kjo duhet vërtetohet njëherë, sepse nuk mund të flasim në ajër. Okej, kuptoj, letrat janë këtu, i kemi parë, por... Bëra gabim që medikamentet nuk i lash në tavolin, mendova se nuk do ishin të nevojshme dhe i spostuam, por ti i ke parë shumë mirë të gjitha medikamentet. Çfarë janë ato lloj medikamentesh, duke qenë se ti je fushës? Medikamenti që zonja përmendi që është marrë, është një medikament i cili merret për çrregullimet e humorit, saktësisht për depresionin. Por nuk merret asnjëherë pa një rekomandim nga mjeku dhe pa u bërë një diagnostikim. Rasti paraqet një dinamik shumë të ndërlikuar emocionale dhe familjare. Tashmë që flasim, janë dy familje praktikisht që janë në konflikt me njëra tjetrën. Kemi ndërthurje të konfliktit ndërmbrësnor edhe mungesës pranimit. Pra, shohim dy mungesa pranimit. Nuk pranon as Nusën e mëparshme dhe as Nusën e tanishme. Jo, deri në momentin që se ka dëmtuar zonjën, zonja thoshte, ka qenë e pranuar dhe e kisha vajzë. Po, tashmë normale të dyja palët janë të izoluar ndaj njëra tjetrës, nuk kërkojnë të kenë ballafaqime sipas zonjës. Megjithatë, ajo e nisi tregimin e historisë në një moment shumë të vështirë të lindjes së djalit të dytë Ermalit që kemi në këtë studio. Tregoj disa momente shumë të vështira të saj, rënë në koma, një lindje e vështirë, problematikat me Ermalin, sakrificat e një nënë dhe një babaj që kanë bërë për këtë djalë. Unë jo më kot e pyeta vazhdimisht edhe për djalin e madh, mendimin që kishte. Mua në rrëfim, zonja Fatime më duk shumë e kthjellët dhe e rrjedhshme, lineare. Pra, çfarë i duheshin një zonje në këtë moshë ato medikamente? Ti si të duk, në qoftë se do ta kishe në studion tënde? Sipas zonjës dhe rrëfimit të zonjës, përballja me kaq shumë stresor, mund të sjelli dhe rrezik të çrregullimit të humorit. Por kjo nuk do të thotë që të marrim medikamente të natyrës aq të fortë. Jo, nuk është i natyrës aq i fortë ai.
medikament. Është i natyre kujt? Është i moderuar. I moderuar. Pra, nuk është një medikament i Nuk është fort. një medikament i fort. Është i Nuk moderuar. mund të flas në ajër duke gënjur për këtë, sepse nuk është një medikament i fort. Po, ka dozat e tij, por nuk është medikament i cili është aq i rëndë. Ka efekte anësore si çdo medikament tjetër që ndoshta mund të ketë ndikuar në tensionin në momentin që zonja merr medikamente për zemrën edhe në të njëjtën kohë shoqëron edhe me medikamente të tjera, ka që çdojnë dhe mund të krijojnë problematika. Por këto duhet mbajtur në kontroll nga mjeku. Si të duk humori i zonjës sot? Në fakt ishte linear. Linear. Ishte i qetë, normal që ka prekje, sidomos për situatën që ka ndodhur. Por kjo situatë ka ndodhur pasi i është rekomanduar ai medikament të cilin e ka ndërprerë në mënyrë të menjëhershme. Mendon se ka qenë një marrëveshje siç thot zonja e nusës me mjekun apo mjekja ja ka dhënë sepse duhet ta merrte, nuk e di. Mund të flas dot pa e ditur historinë. Jo, si e mendon ti? Besoj se në qoftë se mjekja ka bërë ekzaminimin e dur, është dhënë nga mjekja. Po pse nuk e ka pyetur edhe për sëmundje të tjera bashkëshoqëruese që duhet merrte medikamentin? Këtu duhet të ketë kontakt me... Po. Dgjoj, me mjekën e spitalit amerikan po flisni për atë? Jo, ne po flasim për marrëveshjen që ti thua nusja me mjekën. Se i njifnin e kishte shoqe. Që spitalit privat është tjetër gjë. E kishte, me që thoshin ato e kam shoqe. Po pra, ti thua që ajo të mori nga lushnja, pse i merr kaq kohë këto ilaçet e tensionit, të ka çuar për tensionin thua ti. Po për tensionin. Ndërkohë që ato që kanë për lëvizjet e humorit. Poliklinika numër 9 më ka marrë këtë Amazolin. Edhe me këtë unë vete çdo natë në urgjencë, më hidhet zemra përpjet, vete tensioni 24, i ke parë të gjithë Amazolin? Të ambulanca numër 9 me këtë. Zonja Fatime, do t'i lëm zonja të flasin deri në fund se është momenti tyre. Jo, po them se... Dakord. Por, çështja është që ti ke akuzuar në mënyrë të drejtë për drejtë një mjeke me emër dhe nusën e djalit. Po pra. Se kam faktet në dorë. Po, ke faktet në dorë. Atëherë, kjo është psikologe dhe duhet flasi për sa i takon profesionit të saj. Se nuk është mjeke psikiatre, nuk është mjeke në profesion, është një psikologe që të shikon ty se si rrëfesh në këtë studio, është e aftë të kuptoj se a ke ndryshime humori apo jo, gjë që mua nuk më duket ta kesh dhe jam në një mendim edhe me eksperten, që thot jeni një humor stabil, pra nuk vuan nga lëvizjet e humorit dhe ta shpjegojmë që në atë kohë. Bashortin e kishte gjallë. Ermalin e kishte në shtëpi pa ato problemet që ka pasur Ermali që i dim të gjithë. Kështu që edhe humori ishte i stabilizuar. Nusja thot ka ardhur me mendimin që mama ke kohë që i përdor këto ilaçet e tensionit, hajde në Tiranë, të mjekoj unë, tek një mjekesha apo një njora ime apo një mjeke imja dhe të ndryshojmë medikamente. Tani, nga medikamente tensioni, pse duhet të merrte pikërisht këto medikamente? Amizoli është për tensionin. Amizoli është për tensionin. Pra, për poliklinikën numër 9 është. Është në rregull, por varet se si ka reaguar trupi i zonjës kundrejt atij medikamenti, sepse çdo person duhet të marrë dhe duhet të bëjë kontrollet e duhura nëse mund të jetë alergjik nga një përmbajtje apo diçka tjetër. Po medikamenti tjetër që ishte për ndryshimin e humorit? Po. Se është bashkangjitur këtij? Është bashkangjitur nga spitali tjetër që është bërë kontrolli. Dhe këtu besoj se nëse është futur në kontroll, ja kanë dhënë me vetdije të plot si ilaç, sepse nuk mund të jepet pa... Megjithatë ne pam që edhe nëna, domethënë zonja Fatime, edhe Ermali janë futur në sistem të cilët të dy nënë e birë vuajnë nga shëndeti mendor dhe ata nuk janë paraqitur tek mjeku i familjes për t'i dhënë një rekomandim për ta çuar tek mjeku neurolog apo psikiatër dhe aty të dilni në sistem pas diagnostikimit të mjekut përkatës. Duhet të marrin iniciativën të shkojnë në mjekun e familjes njërë, të marrin një raport për të vazhduar dhe për të kryer ekzaminimet e duhura, të dalin nëse i kanë apo nuk kanë probleme të shëndetit mendor. Kjo është zgjidhja e vetme që mund të bëjnë në këto momente, sepse përderisa kanë dalë në sistem, ose duhet këtë pasur në i problem, ose ka pasur në nuk është imagjinata e një njeriu siç po akuzohet nusja djalit madh që të bëjë një marrëveshje të tillë dhe pse do t'i shërbej për pronën, do ma thot Sara, mund të shkojë në nivele të tilla njeriu dhe sidomos një grua që është edhe nënë. Varet nga situata që ndodhen. Nuk mund të vë dorën në zjarr dhe të them nëse mund të shkojë një person
deri në atë pikë Mua apo më jo? duket e pabesueshme, prandaj po e them. Pikërisht. Po ke pasur raste të tilla, ke njohur njerëz të tillë? Jo. Në kaq vite eksperiencë pune që ke? Jo, nuk kam. Jo, nuk e njohur njerëz. Nuk ka arritur një person deri në këtë pikë sa të çojë në sistem. Okej. Që është rasti im. Jo, është e re në profesion, Jo, no? po them, Gjithsesi, për rastet. prandaj po i them, mund të shkojë imagjinata e një njeriu deri këtu në skenare të tilla kaq të frikshme, ajo thotë që nuk mund të them as po dhe as jo. Por në kaq vite që un kam dhe punoj si psikologe, nuk më ka rastisur ndonjëherë. Për çështje prone, Sara, faleminderit Belin, për çështje prone, mundet të arrijë njeriu deri këtu dhe për çfarë do t'i shërbente që ajo të kishe në sistem që vuante nga shëndeti mendor edhe vjerra dhe kunati. Për çfarë do t'i shërbente? Kjo është një situatë familjare shumë e ndërlikuar. Po. Shumë e ndërlikuar dhe ka pas disa etapa që kemi ndjekur dhe me Ermalin dhe kemi ndjekur çështjen e Silvanës. Po. Edhe sot erdhi nana me rrëfyer historinë e saj dhe pjesën e saj pa u marrë shumë me Ermalin. Me thënë të drejtën, në pjesën e parë të emisionit kam empatizuar goxha me nënën, duke treguar edhe faktin që Ermali nuk i jep mbështetje ekonomike dhe nuk është i qëndrueshëm në punë apo nuk është emocionalisht bravo. Emocionalisht nuk është i qëndrueshëm. Edhe Për Ermalin mund ta themi, apo për zonën Fatime? me thënë të drejtën po empatizoja me zonjën si nën. Po. Por pastaj kur filloi rrëfimi në pjesën e dytë për sa i përket nusës e saj dhe qëllimit e nusës për me marrë pronën e saj që është një shtëpi e vogël, nuk është një shtëpi e madhe, është një shtëpi 60 metra katror e para, e dyta, pse duhet të mendosh kaq keq për familjen tënde, e treta, Zolofti, siç shpjegoi shumë mirë Belinda, se ajo është e profesionit, është një medikament që jepet në rast depresioni, në rast mërzitnie, siç ti vetë ke treguar në rastin e Ermalit. Mua më habit shumë qëndrimi jot sot, sidomos për sa i përket akuzës së rëndë që i ke bërë sepse është fëmia jot, pavarësisht se është nusja e djalit, ajo është fëmia jot dhe unë nuk besoj se ka arritur në këtë pikë. Gjithsesi, duhet të them që ligjërisht je vonë, sepse këto janë analizat e vitit 2018. Në qoftë se ky bëhet fjalë për nenin 96, mjekim i gabuar, ai është një vepër penale që dënohet deri në 5 vite. Kanë kaluar 7 vite. Kjo do thotë që vepra është parashkruar. Ndodhemi në kushtet e më le të përfundoj lutem. Ndodhemi në kushtet e parashtrimit e para. E dyta, në qoftë se ky mjekim është i gabuar, atëherë duhet të djegësh rrugën administrative për sa i përket mjekut dhe jo nusës tënde, sepse nusja jote nuk është mjeke. Kështu që mjeku të merret edhe të analizohet, të drejtoheni te urdhri mjekut edhe te inspektorati shëndetësor. Dhe në rast që kjo arrihet të vërtetohet që ky mjekim medikament është dhënë gabim edhe arrin të mbledhësh të gjitha provat pas një hulumtimi që ke bërë ti vetë, atëherë mund të arrim në një konkluzion. Por unë kam një pyetje, pse sot ke ardhur në emision me treguar sot pas 7 vitesh këtë histori? Blokojsha, s'më hapeshin në rrugët. Unë e thash që në fillim. Po pse ke ndjekur këtë rrugë penale dhe administrative? Nuk e arritur me folur me nusën tënde dhe me arrit me një mirë kuptim familjar, pa u Nusja bërë që kur më solli këta dhe u bërë ati që shkëput, nuk erdi më. Po, qa gjuhe keni përdorur me atë, sepse njeriu nuk Me shkëputet? po them vajzë kaluar vajzës. Kaluar vajzës. Kam Keni pasur rezervat e debate mia, mbas Jo, kaluar, Po pyesni dhe jo, kushit. ke pas debate kur i thej që Jo. se më çove te kjo mjeke, Po, i thash- çfarë i them? A trego pak debatin, domethënë bisedën? Ç'ne më ti se unë usmura, kur piva këtë usmura dhe vajta Po, në urgjencë. po, edhe e që u pyete. thash. E tha ç'ne këtë ilaç, unë i thash që midis ilaçeve të qirkut, si thash të tensionit, Pa më ke vënë përmendur këtë emra, ti po? mua. Po. Këtë ilaçin këto. Ma mbylli telefonin dhe më nuk erdhi në shtëpi. Do me thënë, thjesht një pyetje, E, që pse midis se unë se mjekut dija. tim edhe mjekës tënde këtë ilaçe, sepse unë nuk ndjej mirë me këtë medikament. Nga i moment, thotë, është mbyllur telefoni dhe janë mbyllur rrugët e komunikimit. Tani unë jam e bindur që ka edhe detaje tjera dhe siç the vetë vis duhet të duhet ta dëgjohen të dëgjoj dhe dyja tani tjera, palët padyshim. edhe të merren të dyja versionet e historisë. Në qoftë se është si qëndron zonja, atëherë do merren masat për kacën. Në qoftë se nuk është ashtu, po ne nuk mund të japim një denim publik dhe moral. Shiko, në qoftë se pa hapi parë që do ditur. bëj zonja Fatime është të shkoj tek një mjek psikiatër. Po. Është e Dhe nevojshme. ai të konstatojë në ka ndryshime humori apo jo. Në qoftë se ai konstaton që zonja Fatime nuk e ka këtë ndryshim humori dhe nuk e ka pasur të nevojshme atë medikament, çfarë ndodh, Sara? Tani Do t'i marrim të mirëqenia të dyja, se në qoftë se një mjek Profesor Qirko te ky,
Po, në qoftë se një mjek do thotë që ajo e ka pasur nevojën, atëherë edhe zonja Fatime besoj se do ta mirë kuptosh dhe do thuash po pas. Doja shërim, doja derman. Po, ka qenë një moment i vështirë, pavarësisht se Ermali nuk ishte nisur ende, por nuk doja të ndërpreja, nisi vite më vonë me problemin e tij. Unë sot mund ta kuptoj zonjën në qoftë se ka ndryshime humori, por duke thënë se humori i saj është linear, pra i njëjtë në këtë studio, në rrëfimin e saj, shumë të kthjellët me detaje, do thotë që ne nuk shikojmë një ndryshim humori sot, por nuk do thotë a ka pas atëherë apo jo. Mjekët psikiatër mund ta kuptojnë Sara. Pra, hapi i parë i zonjës është të shkojë tek një mjek psikiatër, të na e vërtetojë. Patjetër të marrë vlerësimin psikologjik në radhë të parë. Dhe pas vlerësimit psikologjik, nëse qëndron që ky medikament ka qenë i gabuar, atëherë duhet të drejtohet te organet kompetente për sa i përket mjekimit të gabuar, pavarësisht se vepra penale është parashkruar se kanë kaluar 7 vite, do t'i drejtohet me ankim administrativ te urdhri mjekut, te inspektorati shëndetësor. Vini nga shoqata avokatëve antikorrupsion detektivët privat. Ju me detektivët privat keni zbuluar jo mbas 7 viteve, por edhe mbas 17 viteve nga veprat penale të cilat nuk dukeshin të tilla në pamje të parë, por që ju keni pasur mundësi të zbuloni krime nga më të rëndat. Kështu që kjo nis nga personi gjithmonë. Okej. Është një detektivat zakonisht, pavarësisht se nuk është fusha ime, hapi i parë që bëjnë është të mundohen të njohin kë kanë përballë. Okej. Edhe pasi prezantohen me kë kanë përballë dhe kuptojnë se si qysh tek të gjitha hapat, atëherë aty vazhdon puna. Po në këtë rast nuk besoj se do ketë ndonjë nevojë të madhe për detektiv, pa ajo varet nga vullneti i zonjës. Të bëhen një herë këto hapat. Provat i ka zonja? Deri diku të bëhet ka shumë boshllëqe, po të bëhen një herë këto hapat, të merret. Pse për shembull nuk është hapur një hetim për rastin kur zonja ka shkuar ka bërë denoncim në cilin komisariat në Tiranë? Dhe në çfarë viti e ke bërë? Se mbaj mend. Sepse kunati i nusës burri motrës mbyll gjithçka. Në qoftë nuk e dim. Mirë pra, thot zonja. Në qoftë se kjo është e vërtetë, atëherë të drejtohen tek AMP-ja, Agjencia Mbikëqyrjes Po pra, e kemi shumë pranë televizionit. Në qoftë se një sekond, zonja Fatime. Në qoftë se ato i kanë bërë konstatimet e zonjës dhe pasi kanë kryer një hulumtim edhe kanë marrë vendimin që kjo çështje nuk përbën vepër penale, atëherë është kompetenca e tyre. Kanë ardhur shkresë Fatime në shtëpi që nuk u hap denoncimin. Nuk e morën parasysh denoncimin. As edhe një gjë, pra, po kur ke shkuar, kanë mbajtur shënim, ke firmosur kallëzim? Na përzinin. Nuk ja kanë marrë kallëzimin. Nuk ja kanë marrë fare. Na përzinin se kishte njerëz të futur brenda nëpër dikastere. Megjithatë, rruga ligjore që ti duhet të ndjekësh sot është kjo. Vërtetimi fillimisht tek mjeku psikiatër për gjendjen tënde emocionale, sot dhe atëherë, dhe më pas për të vajtur ke AMP-ja që është shumë pranë edhe zyrave të televizionit ton, për të shkuar, për të folur se kush është kunati i zonjës dhe pse s'ti kanë marrë denoncimat. Tani që kam ardhur, vajti 7 vjet. Po. Unë mbulua çdo gjë. Zoti më shpëtoi. Derisa Zoti mua më shpëtoi, e kam falur të bëj çfarë doj, Zoti ja dhëft më në kokën e saj. Po mirë, jepi një mesazh sot. Se është dhjetorë dhe ti vjet, as Ermalin edhe të ndjerën nuk i ke dashur, por i hape derën e shtëpisë. Si vjet jemi në dhjetor, jemi atmosferë festash. Të lutem, më thuaj. Prandaj po them, ja kam falur çdo gjë, të shkoj mirë me djalin tim, edhe asgjë tjetër nuk dua, të ja u dëgjoj zërin e mirë. Këtë dua unë tani nga institutje. Po nipin e takon? Ta lejon djalin ta shohësh? Jo, nuk më lë. Sa kohë ke pa e parë? Që kur ka lindur martenitet e kam parë. Sa gjuna. Mirë, mos u mërzit. Do mundohemi të flasim me zonjën, qetësisht. Po të kem djalin të doj djalin tim. Po djali atë vjen në... Djalin po me. Po pse se sjell edhe fëmijën? Nipim, pse nuk ta sjell djali? Se është faji edhe i djalit tënd, që vjen vetë dhe nuk të sjell djalin e tij. Se diti gryk natyre. Mirë, ju falenderoj. Do me thonë, edhe rrëfimi i kësaj gjysheje që e ka parë vetëm kur ka lind nipin, dhe sa vjeç është nipi sot? Është klas parë. Klas parë, 6 vjeç. Edhe mallkimet janë shumë të rënda, shumë. E kuptoj. Mirë, ju falenderoj për prezencën në këtë studio, por për te mallkimeve ajo është pak më e re
duhet ta kuptoj një nën që ka bërë sakrifica të pamata, sidomos edhe me Ermalin, por edhe ajo ka djalin e zonjës. Kjo zonjë e ka bërë atë që zonja ka sot të burr, duhet paktën të ketë një ndjeshmëri, ai vjen e takon nënën, por të paktën të japi edhe djalin, që djali 6 vjeç të njohë gjyshen, sepse në këtë 10 orë po shikoj shumë gjyshe që nuk njohin absolutisht niprit e tyre dhe kjo është e pafalshme. Ti e di shumë mirë që në 222 kodit familjes, nëse do t'i drejtohesh gjykatës së Tiranës, por edhe të Lushnjës, me drejtësi të takon që Zoti më shpëtoj, them shqyqy që më shpëtoj. Jo, flas për nipin këtu. Kodi 222 i kodit familjes, neni 222 i kodit familjes, njeh gjyshrit në takime me niprit dhe me mbesat. Ti mund t'i drejtohesh gjykatës, vendimi i gjykatës do të njohë takimet e tua me nipin. Ju falenderoj në këtë studio, të falenderoj zonja Fatime. Ermal, faleminderit që ishe, ke diçka për t'i thënë kunatës? Jo. Nipit, po ti e një nipin? Jo, se kam të ku asnjë. Po vllai, çfarë do t'i thuash? Vllai, mbledhi mendet, sjellin një djalin e vet të shtëpia. Por e ke takuar vllain për herë të fundit Ermal? Para një viti gjys. Para një viti gjys. Edhe papi se ka takuar asnjë. E kuptoj. Edhe ku ishe paralizuar. Qartë. Zonja Fatime, po ti? Sa ke pa i takuar djalin tënd? Që në martenitet. Jo nipin, djalin. Vllajin e Ermalit. Djali më vjen në orë qasë. Po nuk ja kërkon djalin e vogël? Dgjoj, ai mërzitet shumë. Okej. Edhe kur ja them, e di që preket shumë, ka ndjenja që ashtu edhe nuk duhet ta mërzis djalin, prandaj nuk i them. Shikoj vetëm fotografin kur ikën djali edhe. Në qoftë se ti ja pas ke falur, të paktën të tentojmë që herën tjetër të më vish në këtë studio dhe të takosh nipin. Ky është mesazhi i drejtë për drejtë që zonja Fatime dhe Ermal Meta, djali i saj, kërkon nga emisioni Me Zemër të Hapur të njohin nipin pas 6 vitesh. Bashkëndajemi këtu të nderuar miq, duke menduar se do kemi një reagim edhe nga pala tjetër për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë miru takofshim.